Të sa bukur, e kam një fontan të bukur, ju preferoj të gjithve, edhe ju ta bani në për shtëpiat juja, qoftë bile edhe në balkon. A dini pse? Sepse në mëngjese, mbrëmje, kur jeni të lodhur prej mendimeve, prej negative, prej fjalëve pa lidhje andej këndej, uleni pranë fontanës në borë ku jeni, ose në balkon, mundeni me kriju edhe një fontan të vogël në balkon, sado i vogël me qenë, mundeni me ble fontanat gatshme, sepse shumë dikon pozitivisht në mendimet e juja, ju shkarkon energji negative dhe mendimeve tuaja negative i jep kahje shumë ndryshe. Prandaj shkrimtarët gjithmonë kur dëshirojnë me shkrujt diçka ata shkojnë në natyrë. Edhe ju ndryshohet mendja. Prandaj shikone, s'di apo dëgjohet atje? Apo dëgjohet? Kjo zhurma e fontanës? Po jo, shkruajmë vetëm. Zilba. Për ndryshe kjo fontanë e kemi kriju na familjarisht. Pra unë e dy djem edhe vajza, unë edhe burri. I kemi marrë ato gypat e kanalizacionit që janë cimentës, ato janë të mëdhaja shumë. Edhe i kemi prej përgjys, edhe i kemi qitë në tokë, i kemi formu si lule. Pastaj kemi normal mjeshtri e ka vendos ujin, qeshmën aty, dhe daljen e ujit, edhe e ka bo izolimin, se mos me pas izolim ai uji del, e gjen birën edhe del jashtë. Kështu që e ka bo izolimin, edhe ujin e ka vendos hyrjen daljen e ujit, për me mund me pastru, edhe pse unë këtë ujë e përdori, nuk e qojnë në kanalizacion se më dhimbët, por e përdori për lulet, dhe kështu pra, anash i kemi marrë ciment të gatshme, një thes, edhe i kemi ngjit gurzit për zbukurim. Gurt janë të glarevës, si që ka janë si sëngjer duken. Edhe pastaj, aty e kam lënë edhe ato zapkën atë kanalizacionit, edhe kur du me pastru, vetëm ja heki ato edhe e pastroj, ndërka që ujin nuk e gjuj, po ja qes luleve. Është shumë e kollajshme, çdo kush mundet me bë, nuk ka shumë argjime. Mos bëni vetëm ciment. Faleminderit me ta. Është shumë i mirë kjo gurgullima e ujit, ndikon shumë mirë në shpirtin tuaj edhe në mendimet tuaja. Lirisht mundeni me bë edhe në balkon ose e bleni të gatshme. Me rëndësi është me u dëgju kjo uji. Kam pa une që e ngjesin për shembull, për mos me zënë shumë vend, në balkon e bëjnë një mur të balkonit, e fusin gypin e qeshmës, e çojnë nalt edhe me një elektromotor, ajo shkon prej naltit, komplet muri në balkon, shkon te poshtë, pra. Uji edhe krijon, edhe nuk zën vend, se çdo kush nuk ka ndoshta obor, edhe nuk zën vend, po është shumë e shëndetshme. Edhe për rini, edhe për pleq, edhe për fëmijë. Ku ishja shoka që? Në emision kam qenë vetëm une dhe tematika ka qenë paragjykimet. Paragjykimet janë një prej mëkateve më të mëdha që mundin njerëzit me bë për njëri tjetrin. Zoti në surën Huxhurat, ajeti 12 thotë, mos paragjykoni, mos dyshoni në diçka. Ma mirë pyete njerin 4 sy, gballe, a je kështu, se sa me gjyku. Mos shpifni, mos përgënjeshtroni,
sepse shumica e paragjykimeve, shpifjeve, gënjeshtrave është mëkat, është gjuna. A ka dikush dëshirë që ta haj mishin e vdekur të vllaut të vet? Zoti pra e thot në surën Huxhurat. Prandaj unë atë perikën që e kam vendos me qëllim, ka qenë si një pjesë teatrale, aktrimi, m'falni, si pjesë aktrimi, ka qenë pra si pjesë aktrimi ku unë e kam vendos perikën për mbi shami, me i tregu njerëzimit se njerëzit shumë bëjnë mëkat që e vlerësojnë dikon, çfarë floki ka apo çfarë shami ka. Edhe kur e kom qitë shamin, atë perikin, po e shembull si flok, unë prap kam qenë e njëjta, kam pas njëjtin karakter, njëjtat sjellje, njëjtën dituri, njëjtën pamje, se flokët janë pjesë e pamjes, dhe shamia është pjesë e pamjes tonë. Të njëjtën zemër, të njëjtën dashni për njerëzimin. Prandaj kam thënë që mos paragjykoni njerëzit, sepse na në Kosovë ma shumë, në Maqedoni ma pak, në Shqipëri shumë ma pak, pra nuk të vlerësojnë sipas shamis apo veshjes, po sipas asaj çka ki në kokë, sa ki merita për një punë. Ndërka që këtu në Kosovë, jo vetëm gratë e lume, por edhe ato që janë pa shamia, po janë pak ma të mledhta, si me thënë, ma kanë turp, janë pak ma të ndershme dhe nuk e marrin një vend të punës për shkak se shefit i ka pëlqyer pamja e tyre, e aty me femrave, pra edhe ato femra të cilat pra nuk kanë shami, po janë ma modeste, ma të mbulume, ma pak janë të tustume, të lyme, të ngjyme, ato kanë problem për me gjetë vendet të punës, sidomos edhe me shamia. Faleminderit, Allah ju rujtë dhe ju agimi. Po dhe, ka me jetu me fëmijët e vetë, po që tu jam të jetu, që tu në qëtë shtëpi teme, po jetoj, pa tjetër se kam i latë Shqipnin, po jam të prit, inshallah na vjen koha, ashtu raj, dirama, që po jetoj që tu në shtëpi teme, hajde kush është afër, që tu hajde një të une, e pim një kafe që tu në borë. Kiameti madh u pas ka bo që ma ka nëllë 15 vjetë, as 15 ditë s'ka me shku, e dirama kamera, po kjo është bo një pa drejt, ndërkombëtare, Iqbalja Peqet pe pret një dëm shpërblim, qështu se po duhet Iqbalja me luftu me pa drejtësi, edhe si ta krya dëm shpërblimin, tash edhe një dëm shpërblim tjetër e marrë prej Shqipnis, e ata vetëm e të shpifin Iqbalja, kërcnim Iqbalja, për shka kërcnim bre? Ja, kërcnim për vendin, për asi, jo marrës ba. Qfar kërcnimi, unë s'jam terroriste, s'jam kur gjo. Faleminderit tropoja. Po pra, vetëm se shkruan kom shku në Iran 20 herë, për konferenca, pse më pëlqen Irani si shtet, është ka liri, ka vende shumë të bukura, Naim Frashëri ka një rrugë, e ka emëruar rruga e Naim Frashërit, sepse ai ka përkthy libra nga persishkja, gjuha perse Naim Frashëri e ka mësuar tek Teqja, ku babën e vetë e ka pasur mësues, e tjera. Po, anonimi, kur unë dam shpërblimin jam të prit këtë vit, i ka ardhur koha, edhe ato me 6 shifra, për shkak se në 2020 më kanë shtinë në burg 1 muj ditë pa faj, 2 muj në shtëpi, 3 muj komplet me arrest shtëpiak, edhe mas 2 vjetë e gjykimi, unë jam dale pastër, pa asnjë faj.
jo ke shku në Iran, jo ato, jo këto, shpifje, edhe kur dele pastër, atër ta japin të drejtën edhe me kërku dëm shpërblimin. Sepse ka qenë një leqe, një njoll shumë e madhe, njolla tepër e madhe, njoll për terrorizëm, edhe të po t'isha kanë në diçka e lidhur me ndonjë organizat terroriste, ose të kisha bënë ndonjë atentat terrorist këtu në Kosovë, unë minimumin një 10 vjet i kisha marrë burg. Po ata na po dyshojmë për kryerje të veprave terroriste. Ani more vllavi jem, dyshoni ju. Dyshonim. 120.000 Irani e ka vrarë regjimin e mullahëve, çfarë ti more? 1 milion shahida kanë ra për qatë revolucionin islamik. Kështu që unë po i pres dëm shpërblimin prej Kosovës, prej gjykatës, ndërkaq prej Shqipërisë po pres Edi Rama me ra dhe pak edhe kanë me ma dhënë pasaportin shqiptar. Ja dini çka kom me bë, se e kom pas bë plan me shku në fshatin në regionin Frashër, ku ka lind Naim Frashëri, aty e ka edhe shtëpia e Frashjanëve, 3 vllazërve, pra është kulla e Frashjanëve. Gjithashtu është edhe muzeu i Naim Frashit me libra. Është një region, mos themi fshat, po pak e kanë lënë si prapa se s'kan investu, sepse qëllimisht edhe nuk ja kanë dhënë titullin e Naim Frashit si poeti kombit, se kinse pas ka lindaj në Turqia, po kuptoni, edhe pse eshnat e tij kanë pru në Shqipëri, por Naim Frashi është ai i cili e ka kriju alfabetin e gjuhës shqipe, dhe Naim Frashi në vitin 1912 ka thonë që mos lejoni që vendet tona shqiptare të coptohen, sepse kur kanë shku në Berlin, kongresin e Berlinit dhe të Londrës, aty me laps në dorë Evropa i ka vizatu kufinjet, prandaj kanë metur edhe në Greqi qamët, edhe në Itali kanë mbet arbëreshet, këndej në Kosovë na jemi nda me Serbi, me në atë kohë Jugosllavi e tjera, dhe Naim Frashi ka qenë shtet formues të gjithë rilindasit, së bashku me Fanolin edhe së bashku me Gjergj Fishten. Madje, kur kanë dasht me coptu populli e troje tona shqiptare, për shkak se në Evropë është folë që ka shumica janë muslimane, si që është edhe vërteta, atëherë atë Gjergj Fishta, zoti pas të mëshirë dhe shpërbleft me parajs, ma të bukur me të Jezu Krishti, ai thoshte kështu: ata të cilët dëshirojnë, thotë, neve të na ndajnë nga vllazërit e tonë, të na ndajnë troje tona shqiptare, duke na thënë se aty ka musliman, thotë, le ta dinë shumë mirë se ne do t'i shkrim kryqat tonë dhe do t'i bëjmë plumba për tradhtarët. Prandaj të nderuar miq, ëndra ime është me shku në Frashër dhe inshallah e marr dëm shpërblimin e Kosovës, edhe du me ble apo me rregullu me ndreq në tokën e stërgjyshit tem në fshatin Berish, që është në mes të Tropojës dhe në mes të Pukës, ky fshati Berishë, aty i kom pas të gjyshit e mi, nëse ma japin një cop tokë, një ari vend, se s'du ma shumë, unë sa me bo një shpi vikendi, edhe me shkulte në Shqipëri aty me i kalu pushimet verore, nëse ma japin një cop vend, ose e blej, nuk është problem, ose e marrë me qira, që është janë ligjet e shtetit, sepse për kosovare, për shqiptar, për njerëzit shqiptar të Kosovës, na jemi një shtet.
Zbesojmë që neve duhet me na u kufizu blerja e naj vendi, naj pjese për biznes apo për vikend, shtëpia vikendin. Kështu që, inshallah, me izën të Zotit, Iqbalja në fshatin Berish, ka me ndreq një shtëpi vikendi, pse jo edhe naj biznes të vogël, edhe me ardhi jo aty me Iqbalën me pi kafe. Veç e të shkon Edi Rama, mashtrusi, hajni, arroganti, a e patë se si e ka bulizu nonën e cila e ka djalin e sëmur. Edi Rama, bulizim bon një kryetar, një president, një kryeministër i shtetit, po kjo është turpi më i madh. Hetman, spione e Iranit, e Ecbre Maslamatit. E kështu që si hjeket. Non grata hjeket, kom të drejt me angazhu avokat edhe me u vërtetu, a jam unë vërtet kërcënim për sigurimin kombëtar dhe për vendin, nëse unë dhe për publikun, për popullin aty. Dhe në momentin unë kur e paraqita kështu këtë rastin që kjo mu ka bo mu pa drejtësi, aty në Top Channel ishte Rudi Ramaj, një avokat, i cili fliste për qëtë non gratën, për situatën në Shqipëri, e tjera. Unë ato e luta, publikisht e luta, i thash i nderuar zotëri unë që 5 vjet jam e pa punë, standardin e kam falë Zotit, por nuk kam mundësi me pagu avokat, punën e juj. Prandaj ma shkruni borxh thash edhe ma merrni, se du të me qenë avokati i ati vendit. Por gjithashtu edhe a i tash tha aty në emision, më tha që une i kam borxh Shqipnis, ta zoj, edhe këtë punë do ta marr pa pik problemi, do ta ngrej pa di në gjykatën administrative paska në Tiranë të Kosovës, besoj që ka kështu, pra ka gjykata themelore, gjykata apelit, po atje ish gjykata administrative në Tiranë, aty pra e ka ngret pa din. Dhe në momentin kur e ngren pa din edhe gjitha ato fjalët e ministrit Llamallari, i cili ka thënë se do me thënë është kërcënim për vendin, është kërcënim për që sigurin publike dhe kinse na jemi të ardhur prej Iranit, kemi ardhur me qëllime, aty edhe une edhe Goxha edhe krejt kush ka fol naj fjalë aty tek e tuk për Iranin, veç me frigu popullin. Edhe kur dalim këto të pavërtetat në shesh, atëherë padia gjykata e cakton dëmshpërblimin. Dëmshpërblimin, do me thënë gjykata vet e cakton. Po, unë i kom thënë avokatit tem, nuk kam nevoj une për parët e Shqipënisë, së varfër, por në vend të dëmshpërblimit kisha pas dëshirë, se unë kam e dale pastër, se unë jam e pastër, se dhe në Kosovë tu kam dale pastër, edhe gati 2.000.000 ma kam premtu, po i kom thënë jo, 2.000.000, për mi 2.000.000 euro, veç e kom refuzu një ma pak se 2.000.000 euro, në Kosovë, se këtu ka qenë ma e vështirë, ma e rëndë, plus unë kanë burgos, pra 3 muj ditë kom qenë para burgim, 2 vjet jam gjyku në gjykat, edhe kom hargju pare minimumi veç për advokat 10-15.000 euro. E tash këto krejt kanë me më kthy, plus e ndërkaq në Shqipëri nuk i kisha marrë dëmshpërblim me pare, por i kom thënë avokatit tem që let ma jep pasaportin shqiptar. Mjafton që unë non grata s'ka me qenë, se 15 vjetë veç në rënoft Edi Rama, a nëse ka drejtësi, kur del në shesh ajo pastërtia ime që në s'kam kun ishfa lidhje me Iranin, as me grupe terroriste, as me kurgja, kur del në shesh ajo pastërtia, atër e marë pasaportin, inshallah, ose dëmshpërblimin këtu pa
4-5 shifra nuk shkon, sepse është një pyetje autoriteti, abuzimi i autoritetit. Për shembull, unë që 5 vjet jam me pa punë. Pse? Se unë për shembull kur kam punu para se me im burg, unë e kam institutin kërkimor ndërkombëtar në infrashëri dhe kam objektin tim të parku i qytetit 300 metër katror, që ta një jetën kam punu dhe kam ble atë objekt. Unë me njëherë mas burgut kur kam dal, bile që ato 2-3 ditët e para, mas më kaloi ai aresti, një javën e parë kur kam dalë për me shku në punë e cilën ma kanë stagnu komplet, sepse unë punoj me veprat e na infrashërit, pra e bëj research, hulumtime për veprat e na infrashërit, sidomos ato që kanë të bëjnë me literaturën islame, dhe kom pas shumë projekte, kom 300 antar, dhe normal ata që kanë shok të mirë, që s'kan besu që Iqbalja s'ka, po edhe s'ka lidhje me terrorizëm, janë friksu, kanë nisë me u largu prej meje, por edhe normal ka pas edhe prej tymve që ndoshta si kanë pas e sa për të mirë me atë kënë, me ato këto, edhe jenë tut ka thonë, mos shoqëro me Iqbalën se po m'kap edhe mu paragrafi. Po ma e keqja është që për shembull në institut mrenda ditës, frekvenca ditore ka qenë 50 persona mrenda ditës. Kemi pas kurse gjermanistës, anglishtes, kemi pas projekte kulturore për festën e 28 nëntorit, për 25 majin ditëlindjen e na infrashërit, për Çerbelan, kur ka qenë Çerbelaja, kemi majt teatro, për ndryshe i keni krejt të playlist aktivitete vepra të playlist e Iqbal e Huduti në YouTube, kështu që ajo frekvenca 50 persona mrenda ditës që kanë hyrë dhe kanë dalë, ajo është një minus, sepse unë kom pas të hyra për një projekt, kom marrë 10.000 euro, 20.000 euro. Mandej vetë kom qenë e punësume, tash unë kom kërku punë ka mos në për masi luft, masi kom dale pastër. Kom kërku punë, sepse normal unë jam e diplomume në 2 fakultete, në letërsi shqipe dhe letërsi e përgjithshme krahasimtare, mandej në Universitet Prishtinës, jo privat, mandej kam vazhdu edhe 2 vjet në psikologji, kam vazhdu edhe specializimin në konsulta në konsulta të psikoterapisë pozitive, pra, edhe këtu e kam kriju zyrën, mirë po punësim nuk kam pas që 5 vjet. Tash, edhe pse kam kërku punë, jam e regjistrume që kam nevoj me punu, edhe ka konkurse, unë e dërgoj letrat e mia, CV-ne, krejt çka duhet dokumentacionin, i dërgoj mirë, po për fat të keq nuk ka mundësi, nuk më japin kërkush punë. E tash, kur një intelektuale dele pa fajshme nga ana e gjykatës, prandaj ju këshilloj që kur mos u friksoni për ta thënë të vërtetën, për të punu me mirësi, sepse e drejtësia punon. Po të kishëm pas unë diçka të fshehtë, atëherë drejtësia, unë për shkak ndaj punë të keqe të fshehtë që e kom pas, ata munden me ta qitë që aty dhe me thonë tinës, jo haptas, se zguxojnë për një çështje, nëse unë e mirëm me qëtë çështjen tjetër së mundi me përzi. Mirë po, ti nësa ta thënë qyre zoja Iqbale, ti për këtë punë po dele pastër, por ti ki këtë punë, nëse ti nuk e pranon, nëse ti nuk hesht, në ta qesim për mejdani dhe punën tjetër. Por, kur jeni të pastër, kur mos u friksoni, sepse herdo kur do drejtësia punon dhe ju shpaguhet. E kështu tash, për shembull, unë kam kërku edhe në komunë të Graçanicës, të Sërbët, Albin Kurti pati qelë një konkurs për me punu në drejtorinë e arsimit në komunë, pra, kulturës në komunë. Mrenda në komunë, me shku, pra, ata çka e dinë serbishtën, unë e njoh bosnjakishtën se kom studiu në Sarajev, por është e ngjashme, është 99% si serbishtja,
edhe isha me master, me 2 diplomime, me aftësi superiore për Microsoft Word, Excel e tjera që ato që u kërkojshin, mirë po nuk më morën në punë as në Graçanic. Kështu që çka i bie kjo? Kjo i bie se unë jam të kërku punë, mirë po edhe jam të nej. Pra, nëse unë e 5 vjetë, një grua si unë, me 2 fakultete, me një master, minimumi 1.000 euro e ka pagën mujore. Kështu që në këtë pagën mujore që s'po mundi me gjetë punë, i bjerë faktikisht për një vjetë 12.000 euro. Për 5 vjetë që jam pa punë, i bjerë 10.000, në qëfëse është, 60.000 euro. Do me thënë 60.000 euro këshilli i gjykatës Kosovës duhet mi pregadit për mu që 5 vjetë që jam pa punë. Sepse ma kanë abuzu autoritetin edhe plus nuk marrin punë. Kjo është, ende po vazhdojnë ato para gjykimet. Prandaj të nderuar miq, kur mos ju friksoni, sepse sot edhe me t'i dhënë edhe 200.000 euro, që une nuk i pranoj ato 200.000 euro, se kanë bo shumë dam, sepse ma kanë smu edhe burrin, qatë ditë kur kom hynë burg, ata kanë thiri, kanë bo një stres psiqik burrit tim me telefonat, 2 herë kanë thirë, duke mos t'ja tërgu rëfimin komplet, e tjera, ato i kam me i tërgu në gjykat, kur e marrë dëm shpërblimin, edhe 2 herë mrenda 20 minutave i ka ratë fikt. Dhe kur ka shku të mjeku, mas 5-6 mujve i ka thënë, çka ke pas një stres të madh, edhe kur të ka ratë fikt, herën e fundit. Ai kur i ka kallëzu me qatë datën 5 janar kur kom hynë burg, për shkak policisë që ja kanë dhënë një lajm tronditës psiqik, me ndërprerje qëllimisht, edhe kur e ka pyet thot qatë herë, pra e ka fitu Parkinsonin. Parkinsoni është një smundje shumë e keqe, që lëviz, pra nuk ka kontroll, truri nuk i jep kontroll dorëve, gjymtyrve, që e lëviz dorën pa ndërprej, pra, sepse dopamini është një hormon i dopaminit i cili i korrigjon lëvizjet e njeriut, pra dopamini njeriut i dopsohet, prandaj kur t'ju bjerë fikt, me njëherë du të me shku te mjekti se ka diçka shumë serioze. Kjo është shumë e rëndësishme, prandaj edhe ata që janë me epilepsi, atyve çdo herë më shumë i dobësohet, por nuk është kjo sikurse Parkinsoni. Pra, sa kushton një jetë e burrit tem? E sa kushton jeta e djalit tem që ma kanë shtinë vorë me stres, për pak, veç pse s'ka dasht me dhënë në shkrim, për pak kanë dasht me marrë edhe ato, 30 vjeçar, me marrë në burg, edhe me thonë që edhe nona edhe djali terrorist. Prandaj, miq të nderuar, mos ju frikësoni, vetëm bëhuni me Zotin, bëhuni të drejtë, bëhuni të sinqert, kur mos rrani, kur mos punoni keq, nëse keni punu keq, kërkoni falje, kërkoni pendim, e tjera, por mos jetoni me ndërgjegje të thyar, mos jetoni me mashtrime, sepse unë edhe fëmijëve të mi kam thënë, shiko mam, munden me ta bë çdo kush dushman të armisht, me ta bë kurthën, të pa bomën me ta bë, të pa thënmën me ta thënë, me të fut burg, por ti nëse je i drejtë, nëse je i sinqert, nëse nuk ke punu keq, po dikush ta ka bë kurthën, Zoti thot në Kuran, unë thot do t'i zgjedh kurthat e tyre, do t'ja plasi për fytyre. Prandaj këtë kurthat që m'jen bë mu për me m'shpall si terroriste dhe me ma hup ndikimin tem, imazhin tem në popull, sepse unë normal jam detyru me mbyll institutin kërkimor përkohësisht, na infrashe me stagnu punën, sepse kur nuk vinë njerëzit, kur të thënë terroriste, kur të thënë, më shtyr njeri, më ftyr në rrugë, më thot, pu,
thot, a je normal ti, qysh e lufton ti Amerikën, Amerika neve na ka shpëtu, prit më rezutni, se s'kom bo, une ma kanë bo shpifje, e tjera. Kështu që kur jeni të drejtë, edhe nëse njerëzit ju bojnë kurtha, ju vetëm Zotit mbështetjuni, se Zoti herdo kur do drejtsin ka me qitë për mejdani, edhe ju keni me qenë fitimtar. Falë Zotit edhe që jetojmë me një shtet demokratik, edhe kur e shohin ligjet që t'i je pjure pastër pa asnjë gabim, ata të shpallin edhe të pafajshme. Ndërkaq, rri pak te une, shpirti vogël. Prandaj miq të nderuar, bohuni të sinqert me veten, me veprat e juaja, edhe nëse keni bërë ndonjë gabim, kqyrni me përmisu, konsultohuni me avokat, kom bo këtë gabim, çka me bo, ma mirë i avlen me shku edhe me kërku falje, për shembull, unë kom bo një të keqe ty edhe me thonë fal bre, e don, a bon me ma bo halal se ta kum bo një të keqe, ta kum qit një nënshkrim të rejshëm, a ne gëndej, të lutëm, a bon me ma bo a halala jo, çka me bo, nëse duhet me përmisu, nëse ja ke bo një mashtrim paguja, ktheja parët, ma mirë është se sa ta njetën me nejt me atë ndjenjen e ndërgjegjjes, ja kum bo, me frikë, sepse krijon smundje prej stresit, prej frigës, krijon smundje të mbrendshme, si psiqike, si trupore, e tjera. Por, normal, na jemi njerëz, gabojmë, mirë po kur mos e qitni kokën jastëk me frikë. Ma mirë shko, në qofë se duhet shko edhe burgun krye, bare e pagun mëkatin, edhe flen marahat në burg, se e din që po dënohësh për ato, se sa ta njetën me jetu me frikë, e Zotin na rujt me bo ndonjë krim, sepse friga të fut edhe në mendimet këqija, me bo ndonjë krim se ai e din një tmet teme, e tjera, apo O malet e Shqipërisë, o ju lisat e gjatë, fushat e gjëra me lule, që kam ndërmend ditë e natë. Ju bregore bukuroshe e ju lumenje të kulluar, quka, kodra, brinja, gërgje dhe pyje të gjelbëruara. Do të këndoj bagëtinë që mbani ju e ushqeni, o vendëthit e bekuar ju mendjen ma dëfreni. Ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar, zemrën ti ma gatove, plot me dëshirë dhe me zjarë. Edhe ti po thu, njerëzit janë bom si kasha, bashkë, që ata që flasin fjalë të pista pa lidhje, ofendojnë një non, një grue të dikujt, një gjyshe, një mësuese të dikujt, një psikologe, një letrare, një shkrimtare, unë s'di qa po shohin të keqe që ashtu po ofendojnë, po unë prej meje kanë halal se s'du mi pa në botën tjetër. Por le ta din ata e të kërkojmë falje prej Zotit, apo kupton, çajo është me rëndësi, unë kam dëshirë që ata me kërku falje prej Zotit, me u vetdisu se unë s'ja kthej me të njëjtën monedhë. E që i qoj të nona vetë, i thëmë pakës, e ta ndin se së shkon të nona me ja thonë që ato fjalë pista, po le ta ndin pakat ndjenjen çka është me ju lëndu nona. Çka kish bo ai në këtë rast. Prandaj të dashur miq, kjo është një kulturë shumë e keqe, shumë e ligë, e cila për ndryshe i bën vetit i bën shumë dëm, por na duhet kadal mi shëru këta njerëzi. Shërimi vetëm është këtu, mos m'ja kthy të njëjtën monedhë, sepse edhe ti bjerë në nivelin ati, por është m'ja bëm mjut, ata që teprojnë, ja bëjmë
edhe blog, se cili e tregon kulturën e vetë. Po 908, po është puna që bakteriet thënë se cili varet për kamën e vetë, çdo dele varet për kamën e vetë. Po nëse atë delën e lojmë në këtë temperaturë, këtë nxehtësi, nja 2-3 ditë, krejt kanë me ardhë mizat e bakteriet, krejt kanë me mbledh aty krymat, edhe ka me prish komplet ambientin. Prandaj nuk është bashkë se cili varet për kamën e vetë, sepse nëse jeton me njerëzit, duhet me jetu si njeri. Nëse jeton me kafshët, duhet me respektu kafshën njëna tjetrën, se edhe dashi din bri për bri me sulmu njëni tjetrin. Prandaj kur jeton në qytet, kur jemi civilizum, apo në për fshatra, gjithashtu edhe fshatrat e Kosovës tash kanë civilizim, duhet pakës me u civilizu edhe me u qytetru edhe me kulturë, me sjellje. Prandaj, zbon milon çdo kënd kështu me të ofendu, çka ke mundësi, çato çka i lexoj unë i bëj mute edhe blok, edhe kështu e kom edhe Facebookin me 10.000 veta e kom pastru. Mirë po problemi është e këta, se këta gjelozojnë, apo kupton, për shembull strugji, ajde strugji shko të nonës tënde, çat fjalë thuja, se ky gjelozon se ka një non sikur vet, ose nëse është femër, se tu po shihet që pa fytyrë, nëse është femër, ai gjelozon pse nuk është, ajo gjelozon pse nuk është si une, se për shembull ka as emrin as fytyrën, se që s'ka as guxim me dal me fol, ndoshta ka diçka për me fol, po s'ka guxim me fol. Prandaj ai kur gjelozon pse ti nuk je si ajo, atëherë ajo fillon me vjell. E kjo është mirë pakës është për atë person, sepse e qet atë keqen jashtë. Mirë po çka thot Allahi? Ata që flasin fjalë të ndyta, e ofendojnë njëri tjetrin, Allahu thot e largon mëshirën, rahmetin prej atij personi. Çka na duhet neve rahmeti i Zotit? Rahmeti neve na duhet sepse, a keni pa, ka raste kur bëhet një aksident fatal, ti mendon se kanë vdek të gjithë njerëzit, por del njeri prej aksidentit i shnosh pa u prek pa kur gja. Kjo është pra rahmeti i Zotit. Ka raste kur fëmija rrëzohet prej dytës shkallë edhe e then krahun. Po ka raste edhe prej dytit katë rrëzohet për nuk e then dorën. Prandaj këtu është rahmeti i Zotit. E na duhet gjithmonë Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Pra Zoti me pas mëshirë, me pas rahmet mbi neve, çdo punë që e nisim me Bismillahirrahmanirrahim. Prandaj për me pas Zoti rahmet, sepse kur ka Zoti rahmet, edhe rreziqet më të mëdha neve na largon. A kur Zoti e largon rahmetin, ai nuk të ndihmon njët. Kur ka Zoti rahmet, ti ndoshta sot ke pas me fitu 20 euro, po Zoti ta ka shtu bereqetin sepse ti je sjell me mëshirë ndaj gruas tënde, e ke lënë gruan te shtëpia, i ke thënë hajde, selam aleikum, hajde miru pafshim send. Po ka edhe si burra që e bëjnë helaç gruan, e shajnë, çka si thojnë, edhe blek, hajde nënës tënde thuja qëto, edhe i thojnë edhe blok, po ta bëj, qashtu, se nuk thuhen çato fjalë. Dhe kështu pra një të dashur njerëz, mëshira është shumë e rëndësi, sepse të mbron prej rreziqeve edhe ty edhe fëmijën tënd edhe gjithë. Nëse një fëmijë del jashtë shtëpisë edhe e fyn, e shan, nuk sillet mirë me nanën e vet, atje i humb mëshira, Zoti e largon mëshirën. Edhe një burr apo një grua, një burr i cili shan, shtyn, çka të poshtron, fyn, sidomos kur shajnë, kur të nënçmojnë me fjalë, të përqeshin, të prishin ma në shkurtit disponimin,
Zoti prej atyre e largon rahmetin. Ndoshta sot ka pas me fitu, ka në dyqan vogël 200 euro, po Zoti ka mja bo të mundshme vetëm 20 euro, 30.000 mi fitu, sa për me mund për nafaken e qati personit që e ka lëndu me aqu. Prandaj edhe ju, keni kujdes. Ju që shani, Zoti e largon rahmetin prej juve. E qka ju ndodh, rune vetin. Ndërka që une ju bëj halal. Se me të vërtet s'kom dëshirë me ju pa juve të ma hongër mishin tem të vdekur. Mishin tem të vdekur. Sepse Zoti në Kur'an thot në surën Huxhurat, ajeti 12, mos fyni, mos shani, mos paragjykoni, mos dyshoni, a ka dikush dëshirë t'ja haj mishin e vdekur të vllaut vet, të motrës vet? Me siguri se ti që ka shan, nuk i dëshirë me hangër mishin tem. Prandaj unë po të thëmë, s'po du me ju pa, unë prej meje shani, që ka të doni boni, halal e keni, veç s'po du me ju pa në botën tjetër. Botën tjetër. Kur boni shpifje të mdhaja, shoqëro është gjykata. Për një shpifje të madhe që e bani edhe nuk ki argumente edhe shpif dishka, atëherë ki 3 muj deri në 3 vjet burgim ose dam shpërbim. Erdin, s'po muj me gjetë fatin e jetësime, cilën dua duhet me bo. Njëherë duhet me bo sabër, Erdin, me duru mjerë, edhe me ullë me i matë vlerat e tua, me ullë me shiku karakterin tëndë, qëfar karakteri je, mandi mu bo pak i sinqert, me lutë Zotin, o Allah, bëne një person që të mendoj për mu, lutja ma e mirë është prej zemrës tënde, fatin e gjen pa tjetër, po duhet mja hujdis pak fatin. Edhe Zoti e pranon lutjen, thot, ka disa lutje që unë me një heri pranoj, ka disa lutje, thot, janë ndryshoj kahjen, për shembull, Erdini ka qef për një vajzë, filan vajzën, mirë po, Zoti thot, ajo vajzë nuk është e mirë për ty, prandaj nuk ja pranon lutjen, dhe e treta thot, Zoti e thot, e vonon lutjen. Prandaj na kurs duhet me humb shpresën, fatin ton pra gruan për martesë e kemi fjalën, Zoti apo burrin për martesë, qose ka dikush ndaj grue që don vajzë që don mu martu. Pra fati është i varur, kështu te Zoti, vetëm pret me zbrit e tij. Por paraprakisht na duhet pra me kriju një qëndrim te na, me ditë çka po dojmë, nëse jam katundar, mos shko me kërku një qytetare, nëse je qytetar, po e të ka me të pik naj fshatare, afroju, se vape ki. Mirë po, nëse je mesatari varfun, mos shko te një milionere vajzë, se nuk bëhesh rahat. Kështu që nëse je me shkollë mesme, qyre naj vajzë me fillore, nëse je me fakultet, qyre naj vajzë me fakultet, apo me shkollë mesme. E kështu me radhë, pra, shikoje prak standardin tënd edhe karakterin tënd, edhe pastaj krijo vlera për veti, kur ti krijon vlera, boho i sinqert me veten numër 1, pastaj edhe me personin tjetër, mos shko për okolla nej, sot me internet, me Facebook, me inbox, me shkrime, po njoftohen njerëzit, po shko direkt, vajza mirë, unë po kom vendos si vjet mu martu, a ka mundësi me ty mu njoftu, a je lirë, po jo me lirë, nuk jo me lirë, bye. Do më thënë, bohu i sinqert, edhe duhet me pas pak, jo pak, po bajagit turp, ndjenjën e turpit, mos me këqyr, me turpru një femër, se ka njerëzi, ala pa e njoft vajzën, shkrujnë fjallë të dyta, unë jam kështu, unë jam ashtu, gënjeshtra rëna, e tjera, pa pik turpi.
Edhe lutja më e mirë është që del prej zemrës, edhe duhet me bo një premtim. Premtim Zotit, mi thonë, o Allah, të lutëm ma gjejnë një fatë mirë, se unë ditën e martesës kom e dhënë një sadaka të madhe. Ditën kur të martohem. Edhe nuk mundesh me dhënë 50 euro, 20 euro, ajo nuk është sadaka. Po s'paku shkon një mush, një familjes varfër, një shport me ushqime, sa mundët me qenë ajo 100, 200, 300 euro, apo ja rregullon dikujve një gruas e cila ndoshta nuk ka maqinë lavatri larjes, ase nuk ka ndaj shporeta, diçka, ja lehtëson pra, edhe këtë nezrin, i thënë, këtë premtim, ja bën Zotit, që në momentin kur të ma gjen Zoti, e bën një qik me mendu për mu, 1, 2, 3, 4, hajden të nona jote, atëherë në atë moment ty të plëtsot inshallah dëshira. Qashtu be drita be ta ha zemrën, kallëzoj që kom dalë si burnesh, sepse në protest, sepse Zoti thot, unë jam me të shtypurit, dhe laneti, mallkimi i Zotit është mbi zullumçart, dhe unë kom dalë me të vetmen dëshmi me pas para Zotit, bile nuk kom shku, falinderit Basar, nuk kom shku bile në atë foltorën me fol, por bateria po shkon. Por, falni, nuk kom shku me shku në foltore, se thash nuk jam prej Shqipëris, mos të bëj problem, po veç kum da uj, gratis për njerëzit e eqëm aty, thash ta fitoj një sevap, edhe e kom grit zonin tem, si dëshmi para Zotit edhe para krejt botës që kanë kap kamerat, sepse ka qenë një pamflet, një parol shumë interesante, jo lindjes, jo perëndimit, paqja me drejtësi për Shqipërinë është bekim. E që kjo i ka pengu Edi Ramës e llamalarve e zullumçarve. Prandaj Zoti ka thonë, laneti, mallkimi i Zotit është mbi zullumçarët. Dhe Iqbalja ka shku në protest për me ngrit zonin se unë nuk jam me zullumçart, po unë jam me të shtypurit vllaznit e mi në Shqipni, që shpeti Kosova e Shqipnia bëhen një, se na gjithmonë jemi kanë një. Thu për thane, ajde shko në stande që ato fjalë thuja. Ajde, se ki vendin këtu. Po dhe Edi Rama tha se je iraniane, qëfar iraniane mëre Berisha e mëne. Edi Rama, a gjeti njeri, patriot falinderit vlla, a ka në njeri pa i qitë në iftira, në shpifje. Jo me Iranin, jo me Serbin, jo me Greqin, vetëm se njerëzit e thonë një të vërtet që ati ja qëron sytë ati. Prandaj, për me humbë ndikimin të njerëzit, si une, si Goxhaje, si shumë tjerë, si kur ajo Laura, ajo vajza excellent me Shami, për me humbë ndikimin ton, për me zhduk ndikimin ton, ata qka bëjnë, jo që kjo prej Iranit e kanë qu, jo Alena Krina, jo mëre prej Prishtinës, prej qendrës Kosovës, ku marë Shqipëri, dhe e kom ngrit zonin tem, as lindja, as perëndimi, no for sale, so Shqipnia për shqipje, lindja i bjerë Izraeli, Arabia Saudite, Katari, Kuwaiti, Jordani, Turqia, qka për në duhen neve ata? Ytës në duhen. As perëndimi, pra Amerika, Evropa, kërkush s'na duhen. Na jemi në gjendje me qatë mundësin tonë, me punu, e dvinë shqiptarët për këtë botës janë miliardera e milionera, ata kanë të drejtë me blet tokën e vetë të shqiptarit, ajo me në ardhë një i flamurit bardhe blu,
edhe me na arë me na u bo zot shpije. Me na ble tokat me projektet e tyre, edhe shqiptarët me i bo slav, rob me i bo, me punu tokën e vetë, tokën që e ka Shqipë. Shqiptari nuk është sikur arabi, sikur palestinezi. Shqiptari nuk duron vlla, faleminderit patriot, e gëzof shemrin. Prandaj, për mu, mjafton që kom shku e kom grit zonin, sepse ai çka është indiferent ndaj të keqes, ndaj zullumçarit, i bëhet të dalin tjetër kush, unë s'kam nevoj, e delaj, unë s'kam nevoj. Ti me mos daljen tënde në protest, ti i ke ndihmu zullumçarit. Edhe me heshtjen tënde. S'paku del një fjalë brohorite, s'paku një natë, 2 net, 3 net, ke shku në Tiranë, mos u kthen në Kosovë pa e ngrit zonin tonë. Mos e këshyni se juve s'ju bëjnë non grata. Faleminderit patriot. Se unë jam pak ma person publik, edhe ku marrat parollën shumë ja ka vrasët zullumçarëve. S'ka lindje, s'ka perëndim, s'ka Izrail. Bujrum, mirë se ardhë, jeni si turista, ama jo këtu me ma ble vendin, sepse ndoshta stërnipja jeme, stërmesa jeme, stërnipi im, mas 3 ose 4 dekadave, 30-40 vite, shpirti jem i vdekur ka me pa trupin e gjakosur, ka me pa të vrarë, njësoj si kurse në Gaza në Palestinë. Ma e një mend që se fillojmë të na qështu me i shit tokat, kemi mu bo njësoj si kurse Palestina. Kosova ka me qenë Gaza. Kosova ka me qenë Gaza, Palestinë ka me qenë, pjesa tjetër ka me qenë Shqipëria, pra Palestinë e madhe. Sepse edhe Palestina, vllazën dhe motrat të nderuara, i ka 2, si me thonë, është ndam, është ajo shteti administrativ, që Mahmud Abbasi, është ai kryetari, presidenti, ai është atje në Western Bank, është në Jerusalem, aty ma nuk ka luft, merreni me mend, është xhamia Mesjidul Aqsa, po nuk janë shkatru aty as banesat asem, pse? Sepse Mahmud Abbasi është bashkëpunëtor i ngushtë me flamujt bardhë dhe blu, se s'm pja përmendi emrin. Edhe e kanë shpionat e vetë, pra administrata punon me Izraelin, ndërkaq bardhë dhe blu, ndërkaq Gaza kanë metë janë detyru me dalë, si që detyru me dalë UÇK-ja, se pa dalë UÇK-ja, ata veç bëjshin luftë qytetare, pra luftën mes ushtria, policia e bardhë dhe blu, flamurave bardhë dhe blu, tankohen tu i gjujt, tu i myt, tu i trafiku, tu i burgos, tu i mbyt në përburgje, tu ja marr organet, tu ja shit organet, me vite të tëra, dhe ja pra, gjitha jo Palestinë e madhe, ja ka qilë. Pra, për FSK, ambasadori Izraelin e Kosovës, po normal, kretë këto janë të lidhme, vllau jem, kretë janë të lidhme, çdo ministër s'ka shansa pa qeni lidhëm me qëta flamurat, bardhë dhe blu. Madje edhe lujnë, ashtë më tha që lujke ato lutjet e qifutve i ka bon zyre. Kjo është ka është, po kur kemi mu vedisu që me humbë frigën prej zullumçarit, atëherë na jemi të lirë. E ma mirë unë, po vuj që i kom 60 vjetë, se e kom shiju sa do kudo jetën, se sa nesër mas nesër me pa nipin tem të përgjakur, të shkatruar, e me pa Kosovën si Gaza, e Shqipërinë si Palestinë. Për ndryshe Palestina dhe Gaza është një pjesë e Palestinës. Por kështu ka me qenë, e njëjta histori ka mu përsërit, zatën gjithmonë çdo 40 vjetë përsëritet historia. Prandaj të mjerët ata prindër e gjyshër që ndoshta kanë mja pështy varrët e tyre, kanë me thonë nipat dhe stërnipat tonë, çka na keni pru,
çka na keni bo Shqipnin të huaj, sepse Shqipëria ka me u bo e huaj, sepse njëjtën mënyrë kanë punu flamurat bardhë dhe blu edhe me Palestinën, njëherë i kanë emigru ma të mirët e vendit, ata që i kanë qenë edhe ma të padurushëm, pa drejtsive, i kanë emigru, i kanë përjashtu, i kanë persekutu, mandej kanë metë vetëm ata që janë ma patriota, ma besimtar, dhe ma besimtar të Zoti, ma me vlera dinitoze që kanë dashur me rujt vendin e vetë, por ja pra që ka ndodhi me Palestinën. E njëjta ka me ndodhë mas 40 vite, ju garantoj, nëse nuk e nalim shitjen e tokave tona që pjashesin Emirateve, Arabis, Turqis, flamurit bardhe blue, ati me yja nena knena, keni garant se nesër mas 40 vite stërnipat e juj keni me pa shpirti juj në qëse jeni të vdekur, keni me pa të gjakosur, të vrar, të mytur, të grabitur, jemi veç. Me që e kaq kosovare, unë jam shqiptare, nuk jam kosovare, vëre shamin e veshjes popullore kosovare si të kënga Adelinës e hiqe këtë arabe. Unë shamin e veshjes popullore kam edhe bashkë me teshat i kam shkodrane, po tash i kam bo 60 vjetë edhe ato gjithmonë i kam vesh për festa e për bajrame. Si nuse, si ma vonë, kështu që shamin gjithmonë e kam vesh, shamin kombëtare, sepse edhe veshja shqiptare ka shami kombëtare. Jo prov, se me hek shamin, nësë lexoni ju vetëm tituj, ajo ka qenë peruk për mi shamin, për mi të regu se bol më me paragjykime me idiotizma. Ndikush po don me ardh, pos i mbeti pas ka humbë. Jo, kosovare shqiptare nuk është, kur thush kosovare, i bjerë aty edhe romët, edhe sërbët, edhe krejt. Kosovare nuk, na kemi një identitet jonë kombëtar është shqiptar. Nuk kemi as bosnjak, as turk, respekt për të gjithë, romët, respekt, ashkali, respekt, sërb, respekt, Malajzias kemi në Kosovë, respekt. Po, kosovare nuk jam unë, o zotni, unë jam shqiptare, nga Dardania, ma mirë. Çka do me thonë shamia e nderuar? Shamia numër 1 është një pjesë e robave e veshjes sonë. Shamia gjithmonë në për vite, në për shekuj, ka jetu si pjesë e veshjes, e garderobës. Madje edhe Marilyn Monroe ka pas, por shamia gjithashtu ka simbolikën edhe të religionit, pra cilit religion i përkasit. Te jahudit i mbajnë shamijat, te qifutët, por jo të ata që janë të pa devotshëm, që nuk janë besimtar, po veç janë jahudi. Pra bile e majnë shamin edhe peqen, sepse peqja ka dalë prej jahudive, jo prej muslimanve. Se në Arabi është kultura arabe, atje është shumë nxehtë edhe është shumë pluhur shkretë të tirë edhe jë ndesht pa tjetër edhe me mbulu ftyrat. Ndërka që në islam nuk ekziston peqja, as në hadithe profetike, as në ajete kuranore. Kështu që është veshje, mirë po pjesë e veshjes, pra një aksesor i veshjes tonë si muslimane. Mirë po është obligim primar për ata që janë besimtare, për ato që janë muslimane, po janë ma pak të bindura fjallës së Zotit, nuk bie tek obligimi primar, sepse Zoti e cakton shamin shkallë, njerë thot ullni shikimet e ju. Jo, e para thot
mbuloni pjesët e turpshme të trupit, pastaj thot, ulni shikimet e juaja, edhe burrave dhe grave, e ma në fund thot, Zoti në surën Ahzab, ajeti 59, kur një grupi grave shkojnë në xhami te profeti, ka qenë atë xhamia si institucion të i dërguari i Zotit, dhe pasi që frymëzohen, kur dalin jashtë, ato prapë ngacmohen, sepse kanë qenë arabet e bukura, flokët i kanë lishu, në kom veshin asi halka, me zile, me zinxhir, flokët e gjata, supet e hapura, e tjera, si spanjollkat. Dhe të njëjtat gra që shkonin te profeti, pa shamia gjithashtu, sepse shamia ka dalë, Kurani 23 vjet ka zbrit, mirëpo shamia si obligim që ka bë, ka qenë mbulesa pra mas 15-16 viteve. Ky ajet zbret. Dhe shkojnë kthehen te profeti, i thënë, ja Resulallah, o i dërguari i Zotit, ne thot shumë mirë, po frymëzohemi, po mësojmë për fjalën e Zotit, po krijojmë nivele të larta të devotshmërisë, por kur po dalim jashtë, prap ne po ofendohemi. Në surën Ahzab, ajeti 59, bashkë kjo të fjala, thot aty përmendet, ofendohemi, dhe profeti i vjen ajeti shpalljes, surja Ahzab 59, dhe i thot profeti, o Muhammed, Zoti i thot profetit, o Muhammed, thua ju, grave tuja, vajzave tuja, grave të besimtareve, le t'i vendosin shamit e tyre, jo mbi supe ka qenë, po le t'i vendosin shamit e tyre mbi supe, jo flokt me vendos, po shamit e tyre, mbulesen. Gjilbab i thënë si çarshaf që është, që ja mlon këtë trupin, e qetë në kokë edhe supet i mlon, në mënyrë që mos të jenë të ofenduara. Që do me thonë, ato që janë kanë të devotshme, s'kan qef me tërhek syrin e mashkujve, me bukurinë e vetë, sepse a ke po, kur e shih një vajzë me flokë dredha, unë vetë jam shofere dhe kur e shoh me ato flokët e bukura, të ngjyrosura me të bardha, me të kuqe, këta di unë, të fenirat me të bëra val, e tjera, edhe tu mozit veturën ty të shkon koka mrapa me apo edhe ftyrën. A është e bukur sa i ka flokët e bukura. Do me thonë, flokët e bukura, nëse ato përdoren për epshet e tjerve, atëherë është vendi turpshëm. Janë të turpshme, sepse ato i përdor për epshet e tjerve. Ati nëse je pashami, s'ka problem, po i ke lidh, vetëm i ke kreh flokët, i ke lidh thjesht, si çdo ditë që shkojnë femrat në punë, ajo nuk mundet me ta ngrit atë shumë epshin, qose ti nuk e ki shamin, po i ki flokët normal. Por ama, ti ujdisesh, kalon kohë, gjysore ja kushton vetëm flokëve, e tjera, normal që ato përdorën katana, ajde shkote nona jote. Dhe ato përdorën për ngritjen e epshëve të mashkujve, normal që do të jeni të ofenduara, i thot Zoti. Prandaj vendosni shamit e juja nga koka mbi supe, në mënyrë që mos të jeni të ofenduara. Tur baba, hajde shko te nona jote pyete, se me siguri e ki nonën me shami. Turp s'po t'vjen. Prandaj të dashur miq, duhet me mendu pakës, me mendu, kërkush nuk të thot ty me zor me pranu fen, apo loko, pak respekt për femrat, se nonën e ke pas femër.
Hade ju lutëm bëni follow edhe pakës, bëni tap. 126. Bani, ajde bani shkote nuna jote. Aleikum selam, pa tjetër, më bë. Vetëm ti hek që qëta gojfliqurit, Allah i e largoft rahmetin për tyre, më skofshin në mbrojtjen e Zotit, sepse sa herë që shajnë dikush, Zoti e largon rahmetin, e pastaj rujoni rreziqeve që ju vinë. Aleikum selam, deshta një pyetje konkreti, po, më bën do që se do një janë i këtu, se kam disa persona po kërkojnë me hy, mirë po nuk po mundi mi marë, sepse s'kan emër mbi emër. Ka ja do Juzera, ja do Flutur, Zeza, Flutur Bardha, Palavra, s'mundi me i marë kërkat. Dhe Ilirius, a lako këti këtua, ajde Ilirius edhe blok ty të ta bëj. Bravo, asa mirë, që ta kur shajnë shumë. A lejohet të hiqen vetullat në qovë se, jo pse. Shiko, Zoti na ka kriju me qëto vetulla, me mustache besa burrat, me mjekër. Natyra e mashkullit është me pas mjekër. Prandaj burrat nuk lejohet mira zhilet, sepse është shej e burrnisë, e shen që fillon me u bë burr. Prandaj fëmijët veçar që janë, kur fillon me dal mjekra, mos i thoni me hek zhilet, po mundeni m'ja bleni maqinë, edhe e lën në 0 ose në 1, faleminderit. E lën në 1 edhe vetëm i bjerë me makina, jo me zhilet. Pra për burrat është mjekra, janë mustaqet, por najherë edhe vetullat, kurse si zbën për mashkuj me i hek vetullat, janë të mallkuar prej Allahut ata të cilët i përngjajnë gjinis tjetër, sepse Zoti ka ditë pse me kriju qysh tek e tjera. Prandaj, për femrat, për vetullat, ka femrat që janë ma leshatoke, i kanë veplat ma trasha, synim lohet, normal që duhet me hek, me avon një formë, po jo me dalë prej vetes. Ka femrat që i dalin mustaqet pak ma shumë, kanë probleme hormonale, i dalin qimet këtu në mjekër, dikun të ketu ka ty këtu. Normal që duhet me i hek, sepse Zoti thot, unë jam i bukur dhe i du bukurit. E një femër e cila i duket para burrit si mashkull, që edhe epshin e burrit ja zvoglon, ai burr me thonë falë zemër, po ti nuk po m'plotson mu, edhe unë du të me gjet një grua tjetër. Ka femra të cilat nuk e majnë pastërtinë, sepse edhe qimja nërës jetulla e vendet e turpshme e tjera, nëse kalon ma shumë se 1 centimetër, atëherë është ajo sikur se qimja e derrit, kimja i them na, qimja e derrit. Prandaj pastërtia është një prej kushteve të besimit. Për gratë nuk është gjuna me i hek vetullat, mirë po, për burrat është shumë mëkat, ata i mallkon Zoti, mirë po, për gratë, për me tregu që një vajzë ka qenë virgjine, nuk ka guxu me i hek vetullat. Ka qenë të na në trojet tona shqiptare. Vetëm gratë e martume i kanë hek vetullat. Që po i tregoj rastin tim. Kur jam fejun me Luanin, kam qenë moshën 17 vjeqare, 18 jam martu, Luani ka qenë në moshën 20 vjeqare. Pra 2 vjetë, 17-18, 2 vjetë shto në mes kemi pas, dhe kur kam dasht me u ba nuse, pra, me shku të frizerja, ondulime tjera, me ndreq frizurën, po për mi frizurë e kom pas një shamit hol, që mos me mu pa flok, para burrave, se dhe atër jam kanë me avale, edhe i kom thënë Luanit, a bën me i formësu vetlat. A i normal, a i ri, unë i ri, të dy të dashuruar,
ai më ka pyet mu, po nëse nuk më pëlqen ajo forma që ja jep vetullave, a të dalin prap kimet? Unë i kom thënë po, dalin, krye 2 javë, ato prap plotësohen, njëjtat vende. Okej, thot, hajde heki, thot, formësoj. Dhe kur i kom formësu vetlat, normal tash i kom pak tatu, i kom pak me tatu të ngjyrosura, mirë po atëherë, kur i kom formësu vetlat, ka thënë, jo, gjithmonë me i majtë kështu se shumë po më pëlqen, mos u qesh me Lina. Dhe do me thonë, vajzat e reja nuk duhet kurse si me i hek vetëllat, derisa nuk e gjojnë fatin e vetë. Sepse duhet me kërku leje prej ati fatit vetë, që më thonë, sepse ndoshta fati i vetë, i mirë, kur e sheh këtë vajzën pa vetullat të hekura, shumë natyrale, ai thotë, që ky qenë ka fati jem, e ndoshta fati i asaj vajzës mundet me qenë shumë djali mirë, por ndoshta fati na jeri i hik, për shembull rast kum pas këtu në zyre që vjen, thotë njëri thotë, unë e pyes, për çka të ka pëlqy gruaja jote, se ata kanë probleme, burrë e grua kanë probleme. Dhe unë e pyeta thash, shiko, kur je njoftu me gruan tënde, çka të ka pëlqyer te gruaja jote? Sepse kur i pëlqen diçka mashkullit te gruaja, ai gjithmonë e lyp. Edhe tha ai, më falni që po them, po ai më tha, valla i ka pas puthjet e mira. Do me thënë, që ato pe i kërkon prej gruas. Dhe tjetri, se unë gjithmonë i pyes kështu, pse nuk janë të kënaqur me gruan, e tjetri thot, valla, kur e kom njoftu gruan tem, ka pëlqy se ka qenë shumë natyrale. As vetë loteke, tash gruaja jeme u çmend, o myt, po më harxhon shumë pare, po ma, unë e pi thom, oj zemër, ti mu po më pëlqen qashtu që si je. Ajo po thot, jo, unë e për veti e kom. Po ti për veti, po, ama jo me dalë prej natyrës. Edhe kështu që na shpesh herë vajzat e hupin fatin më të mirë, duke u mëndu artificialisht më zbukuru. Sepse fati më i mirë është ai i cili të pëlqen nga pamja jote natyrale, nga sjellja jote mirë, nga edukata jote mirë, sepse një mashkull i cili dashurohet në bukurinë tënde, ai gjithmonë ka me kërku pra me qenë bukur, apo ky që u dashuru në puthjet e gruas vetë, pa e pas ende grua ka kaluar nina i kninam, përveç puthjeve ka dhe gjana tjera, ai gjithmonë ashtu e kërkon, prej vitit parë, ai gjithmonë gruan të tillë e kërkon. Ose një mashkull që dashurohet për shkak pasunis, ai kur ngopët me pasuni, edhe ai nuk i duket interesant ajo gruaja tjetër, sepse ai tash këshyr pasanike tjera me nxan. Ose bëhet monoton prej pasunisë, edhe thot pas ku gabu që e kom pëlqy këtë grua. 2 cigare, hajde shkote nëna jote që të thuja. Prandaj gruaja mirret, një vajzë martohet për shkak bukurisë, dhe gjithmonë e dyta për shkak pasurisë, dhe e treta për shkak moralit. Edhe morali është edhe virgjëria. Morali është edhe dukja jote natyrale. Për çka ti po zbukurohesh? Për çka ti pi fryn ato buzët, ato mollzat, jastëka, te gjinjet, prapa shpinës, e tjera. Aleikum selam Zeynep, mirëse erdhe zemër. Pra, nuk po e bën ato për burrin, sepse ato çka qesin këto, ato butoksa sen, ato e kanë probleme dhe puthjet me burrin e vet. Prandaj një mashkull, ose çka i bëjnë këto butoksat në për trup, ato as në aeroplan s'mundin me hyp. S'di cila prej kombëtarëve kur ka hyp në aeroplan e ka nal komplet aeroplanin fluturimin, sepse krejt ajo butoksi
në për trup ka nisë me i shku denal të poshtë, ka pas dhimbje shumë të mëdha. Prandaj të nderuara motra dhe vëllezër, gruaja, vajza merret për bukuri, për pasuni edhe për moral. Ai mashkull që e don një grua për pasuni, kur të ngopet me pasuni, ai e këshyr një tjetër. Ai mashkull që e merr një grua për bukuri, jo për mu bë nana e fëmijëve të tij, po për epshet e tia, ai mashkull si të fillon femra, pak me lind një fëmijë, pak me marr pesh, andej këndej, ai fillon me i dal prej zemrës, sepse syti ka të bukura tjera. Dhe e treta është për moral. Thot, ai çka e merr për moral një grue, Zoti ja çon edhe bukurinë edhe bereqetin. Pra, nëse e merr një grue për moral. Faleminderit Marko. Prandaj virgjëria është një prej virtyteve, vlerave morale, prandaj është shumë e rëndësi kujt ja ke dhënë virgjërinë? A ja ke dhënë në shtratin e dashurisë së shthurur, dashurisë së pakurorzuar, apo ja ke dhënë në shtratin e dhëndërisë, në shtratin e bekimit, sepse martesa është bekim, kurorëzimi është bekim. Kështu pra të dashur miq, prandaj ju që jeni të devotshme, jeni besimtare dhe jeni pa martu, vajza, ju kisha thënë për juve nuk është e lejushme me i hek vetullave para martesës, sepse ajo është shenja e virgjërisë. Mirë po, kjo është në traditën tonë shqiptare, e tash na nuk e shikojmë traditën, tash jemi bë as zonjusha, e hlibeti çka është, tash ta tregoj, as fjalën zonjusha bontoni evropian e kanë largu, duhet mi thonë krejt zonja, o zotri, zonja janë ato që janë të martume, e zonjusha janë ato të paprekura, që s'kan hyrë ende në martesë. Prandaj për mi bë krejt këto termet moderne, për me mbulu ato ndytësinat morale, amoralitetin për me mbulu, ata thënë jo, tradhti është. Çfarë tradhti e kombit është? Jo e tradhtia mes burrit edhe gruas. Ajo është kurvëri, si në Bibël, si në Kur'an, Zoti e thot. A tradhti nuk është ti nëse bën kurvëni me një grua tjetër, e tash po thot e ka tradhtu gruan. Jo mëre se nuk tradhtohet, vetëm kombi tradhtohet edhe ato në emër të popullit, dëgap lul ballit, çështu kanë punu shqiptar. Pra, kush tradhton, lul ballit e merr, edhe në botë, gjithmonë shpionat, ma në fund janë myt, janë bra, janë poshtru. Prandaj, virgjëria është shumë pjesë e moralit, me ditë ku na mja dhënë virgjërinë, me qenë e bekuar ajo martesë, mundën ndoshta njerëzit rinia me gabu, po me hec, me qenë bashkë, mu njoftu, po në dyshek nuk hyet përveç në dyshekin e martesës. Jo me dhënë virgjëni në për parqe, në për banesa, në për motele, në për hotele. Aleikum selam nga Malti, mirë se na erdhët Maani. Ehli bejti, do me thonë pronarët e shtëpisë e profetit, pra antarët e profetit, familja e profetit dërguarit të Zotit, profetit Muhammed. Ehli bejti është i përmendur në Kur'an, në surën 33, ajeti 33, përmendet innema yuridu Allahe li yudhiba alejkum rrisa ahlil bejt ve yutahhirukum tathira. Vërtet Zoti dëshiron nga ju, o familja e profetit, t'i largoj mëkatet dhe t'ju mbaj të pastër. Dhe kur e kanë pyet profetin, i kanë thonë, ja Resulallah, ky verset kuranor për kanë ka zbrit, ai e merr gjybën e tij, ato si mantil që e ka pas,
nga Jemeni, është gjybja e njoftur, për Jemenit ja kanë prodhurat, edhe e thirr, ja Fatime, çiken e vet, ja Ali, dhëndrin e vet, ja Hasan, ja Husein. Edhe të gjithë këta 4 veta, vetë në midis, i qetë i mbulon me mantil edhe i thot Xhebrailit, ja Xhebrail, faleminderit për lajmin që ma dhe për këtë ehlibetin tim. Do më thënë, Zoti i ka caktu kush janë ehlibeti. Për ndryshe miq të nderuar, në kanalin tim në YouTube, Ikbale Huduti, qëse mundeni me bo follow, aty e keni në playlist, shkoni te Ehlibeit, shtypeni butonin dhe pastaj aty do t'i keni mase 20 a ma shumë 100 ligjerata më duket që flet për Ehlibeit. Mirë po edhe me shkrujt në YouTube, në TikTok, vetëm shkruni Ehli veç, Beit, shkru në jude. Është ma mirë me të jesh vetëm e mbulume, apo ma mirë është të jesh me feregje që i mbulojnë edhe gojen? Shiko, mbulesa në Kuran është caktuar përmes profetit Muhammed dhe përmes Allahut që ka zbrit verseti kuranor që e tham, që ka zbrit shkall, njëherë ka thonë mbuloni vendet e turpshme, kjo pjesa këtu vija i thëjmë na lugi, nëna tona i thëshin, lugi i gjoksit, ku ndahet, kjo pjesa pra këtu me tu pa, është haram, pra du të me qenë edhe në qëse e pashami, du të me qenë mbulume deri këtu në fyt, pra ka lloj mbulesa me mbulu turpin, e dyta thotë ulni shikimet e juja, me mësu veten që me mbulu edhe sytë e juj, edhe veshët, edhe gojën, edhe sytë e juj, pra që mos mi shqetësu njerëzit me shikimin tënd, sepse është një thonje, thot ishin kon të gjithë burrat, Hasana dhe Huseina, të më thonë njerëzit e devotshëm, gratë s'kishin pas nevoj me qitë shami. Po pse qesin gratë shami? Sepse ka burra të pa edukuar që e vlerësojnë gruan vetëm si objekt për epshet e tyre. A kjo qështu koka, a qështu, a nejkni, prandaj gratë e devotshme, jo të gjitha për faqë të keqe, edhe pse janë muslimane, pra e kanë obligative me qitë shamin dhe profeti shumë mire cakton përveç duarve dhe fytyrës. Pra me qëtë fytyr kemi me dalë para Zotit. Me qëtë fytyr e lajmë abdesin e marim. Pra me qëtë fytyr na identifikohemi kush jemi. Na me këtë fytyr kemi me dalë para Zotit dhe mundemi me dalë edhe para njerëzve. Prandaj, shamia është obligative për gratë që arrin devotshmërinë, pra janë të devotshme dhe din me majt shamin, e jo me bo stilat modës, jo mu ly, mu ngjy, e qet një krem sa me majt but, pak diçka mos mu dok bajat, ama jo me u bo, e tjera, mos të se vajzat e reja mande më thënë pse po na kritikon. Por prap edhe mirë, edhe qashtu s'ka me bo, ta shtreja janë, ma van inshallah i bin pishmanit, pendohen, i largojnë makjazhin, edhe pse nuk është haram, por gratë e devotshme e kanë obligative shamin edhe më pa veç fytyra edhe duar, për mu mbrojt nderin e vet nga njerëzit e këqij, se njerëzit e mirë ata a me shami, a pa shami, ata hiç nuk i intereson, sepse janë të mirë nga vetvetiu, ndërsa ti kur të rregullohesh i qet ato flokët val, normal që edhe të mirit kimi ja tërhek vërejtjen, po i miri ka me thonë o Zot udhëzoje këtë grua qëroditur. Ndërka që keqi kishte me thonë
More edhe ta natën ai, po t'i shkon me gratë e pandershme prostitutat, kur ta sheh një grua të bukur, të lyme, të ngjyme, me flok, me minifund, ai çka kish thënë? Ai prap nuk kish thënë ata kishën pas grue për fëmijët e mi, nanë e fëmijëve të mi, po ai kish thënë ata kishën pas edhe çeton dyshek sante. Pra shikoni çka janë mashkujt e pshor, mashkuj që nuk kanë moral. Prandaj, shamia është për me të mbrojt prej mashkujve të këqij. A mashkujt e mirë i ulin shikimet, ata nuk të këqyrin, po nëse të shohin, pra si që thash, ata thojnë o zot u zoje këtë motër. Po nëse të shohin, por Feregja që e qesin ftyrën, kjo në Kosovë ka ardhur prej sultanëve, prej këtyve Osmanlinjëve, sepse Osmanlinjët i kanë pas ata pashallartë, gratë e tyre i kanë pas shumë të bukura, shumë të mira, të lyme, të ngjyme, të hujdisura, me dukat, me lloj-lloj sende, dhe kështu që ato e kanë qitë peqen, mos mu pa para njerëzve tjerë. Edhe në historinë botërore thuhet se vetëm mbretëreshat nuk e kanë dhënë dorën, madje edhe kanë pas peqe. Ndërka që robneshat nuk kanë pas të drejtë me pas shami. Prandaj Feregja apo burka që e qesin, kjo është tradit kultur arabe që turqit Osmanlinjet e kanë pru edhe në vendet tona në Kosovë, gjyshet e tona në Shqipëri. Gjyshet e tona i kanë pas Feregjën, 1952 ja kanë largu Feregjën, pra peqet, Partia Komuniste, po shamijat shqyqyr aty këtu i kanë largu, s'kanë mund krejt mi largu, mirë po Feregja apo burka nuk është kultur religjioze, por është kultur e një vendit, pra e Arabis, e Turkis, mirë po këtu në Kosovë e kanë pru sultanët, si kultur arabe, apo sot e marrin gratë shqiptare, shkojnë atje me studiu, andej këndej, edhe i mbajnë Feregjët edhe në Kosovë, po kjo për mu edhe për ligjin islam nuk është obligative. Madje në Perëndim, në Francë është e dënueshme. Zoj, nëse ti donë me kulturën arabe në ardhë me jetu në Evropë, ti duhet me respektu kulturën e Evropës. E kultura e Evropës ty nuk ta ndalon me qitë shamin si kurune, apo me hek shamin, me flok, me hec, atë lyme, atë ngjyme, të rregullume, të feniratme, pa feniratme, ajo është këtë tjetër problem. Prandaj Feregja është kulturë arabe, turke, që ka ardhur edhe në Kosovë, në Shqipëri, në vendet tona, trojet tona shqiptare përmes sultanëve, përmes sundimit Osmanli, Otoman, ndërka që kjo mbulesë është kulturë religjioze, normat religjioze, pra, feja sa e cakton. Edhe kjo kulturë kur nuk ndryshon. Mundet vajzat e reja aty këtu me bën ai makjazh në sen, po edhe ajo lejohet nga disa dietar, lejohet nga disa rrepsisht ndalohet e tjera e tjera. Po pse jo, pse mos me pas. Kjo ta jep një energji pozitive. Për mashkujt nuk lejohet. Mirë se erdhe Luan Broker. Nuk lejohet. Pse s'po shkon në jetu në Arabi, masi po keq qatë qef me fol për ta. Jo, nuk fola unë e di kur gjot deri tash nuk fola për Arabi. Fola për vajzat shqiptare, qysh e japen Virgjinin në për parqe, në për hotele, në për motele, e nuk e japen Virgjinin e vetë në shtratin e dhëndërisë. Nuk fola unë për Arabi, po aty këtu merret ndaj fjalë për Arabi, për Amerikë, për flamurat bardhe blu. Aleikum selam, Auto Enrico.
A është e liru me mi rrit bust? Jo, nuk është ku me di qëfar mëkati madh, po ndëshkimi vetiu ka me ardhë. Fillon me mbush bust me botox, me asi qa i thojnë, ajo ka problem pastaj me burrin e vetë, e dyta mundet me pas probleme mrenda në mish, sepse ajo gjatë disa viteve e hup formën, ka shumë femra që i kanë buste e mbushme, as pështymën e tyre sun e majnë, unë kum pas rast në Kastërpik në ftyrë të folë, bla 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 bla, kishte kontrol për buzët, edhe plus që është, që me thanë ti, nuk të pëlqen krijimin e Zotit. Normal, gjdo fjalë të Zotit që ti e përbuz, dëshkimi është aty, sepse ti momentin kur i bën buste, i bën mollzat, e bën operacionin e hundës, ti veç kim ka me të fillu, me të bë fobi, frikë, sa të qohësh prej dyshekut me njem pashyre, që shekon gojën sen, ti kur të shkon diçka me folë për diçka të madhe, ti nuk mendon që a ki me folë, po si ki me u duk. Prandaj kretë këto janë pasojat që vinë prej asaj, që thotë lekad khalekna linsane fi ahsani takuim, thumë radadnahu asfala safilin. Jo, thonë, lekad khalekna linsane fi, pra thotë, unë e krijova njeriun në dukje, në pamje, në formën më të bukur, sepse për Zotin s'ka kur gjatë të shëmtuar. Na i bëjmë shëmtim, na thëmë kjo ma e bukur, kjo ma e shëmtume, Zotin nuk ka kriju krijesat shëmtume, mi po sytë e tu kë shikojnë shëmti ose bukuri, sepse ti ke kriju, sepse neve sot na ofrojnë për shembull misi i vitit 2026 du të më konë qështu flok dredha, qështu masia, qështu bus, qështu hunda. Do më thënë, na i kryojmë këto bukuritat, për Zotin jonë të gjitha të kryuara. Prandaj, nëse ju ndërhyni për qefi, për pik qefi, pse s'pot pëlqen hunda, është mëkat. Nuk të nxerë prej fes, po është mëkat. Anë që se e bënë operacion se kina i kanal të zonën, ajo s'ka nevoj mu prej kunda. Doktori thot, duhet që kjo e shni me u largu, sepse kanali është i zonën, ajo është okej. Mundësh me ndërhy, ose ke pas në ndeshje, Zotin arujt, edhe dush me ndërhy, ose për shembull të ka thidhami, dush me ndërhy, sepse mosha e tjera, ose për shembull t'janë rallu vetlat, dush me ndërhy, ama jo me shku me bo tatu, hajde që tu në balë për bajnë. Ndësh me bo në ajo të vogël që aty pësa për qep, për zbukurim, në i datë të gëzimit tëndë që e ke pas për shemë 4 shtator 1986, kur jam martu. Pse jo? Ama jo me te pru. Jo, Zer, nuk e kom hek shamin live, po ti qenë ke prej atynve analfabetve që i lexojnë vetëm titujt, e tjera. Shko këqyre videon. Hapat e jetës, as emër s'ki, as ftyrë s'ki. Anonim, hipokrit. Hajde, shko ku e ki vendin. Valla, s'po të kuptoj banda që ka ke shkrujt. E pse po bëni qmos për audiencë? Zdi une që 2 javë nuk kom hi, sot hyna i kryta ja do obligime, thash hajde ta bëjnë një muhabet me miqtë e mi, shokët e mirë, zdi qfar audiencë po bëni qmos. Qka jam të bë qmos? Qka po shete une përveç qësaj ftyres edhe që të dur? Apo dëgjon ai fjalë, më be banda se as emër as kur gjoski, hajde të lutëm mos fol pa lidhje.
Jeni duke prit shumë persona, por nuk kam ndërmend m'ju marr juve që keni vetëm emër mbi emër. Kërkoj, vetëm emra user ose bukuria, zeshkani, pallavra. Jo, vetëm emër mbi emër. Aleikum selam, selam aleikum, zonja Iqbale Selim, Selma Zenuni. Selma aleikum selam zemra. Medina 1, 2, 3, 4, 5. Pse 7 me bukur? Pse Medina po më bën nervoz ti? Atë kom thonë ty veç 5 zemra, Medina 5 zemra, 5 është e hliveti, shpejt me mi që 5 zemra. Adi bo një like, shtype një zemrë në Iqbalës në altë. Dikush më ka thonë duhet me bo një fan klub, i thëshin, edhe aty po dilke ajo zemra, edhe ju kur e shtypni të zemrën, mo vetë ju po më shkoj kanë disa poena. Bravo Medina, I love you! Teolog Hafozi, hajde teolog motis kemi hi me bo muhabet me ty. Aleikum selam. Djali, që po thotë, djali, selam aleikum, aleikum selam teolog. Qaj djali, që kiko ka kama që të një, Zeynep, se një se vjorom, 5 zemra, yeşil kalp beni gönderden, selam, teşekkür ederiz. Zeynep, 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 trimre şayon, Zeynep, Bia profetit Zeynep, gjithmonë do t'jesh Zeynep. Unë ty u da, apo e kënë një sure, po bre, ma mirë. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Duket ja dy gabime i kom ba. Jo, s'pas kom ba. Shikoni, Bismillahirrahmanirrahim. E boni një sevap që ki që kërkoj me lezu një sure. Zotit a pranot, inshallah e sheh pejgamberin në ndër. Watini wa zejtuni, pasha fikun dhe ullirin. Kur na bëjmë diçka, betohemi, përbetohemi në diçka, themi pasha Allahun, pasha Kuranin. Edhe Zoti këtu ka bë është përbetu diçka në fikun dhe në ullirin. Prandaj edhe shkenca e ka vërtetu që këto dy fruta janë të veçanta. Pro, nas po nalemi këtu. Pasha malin e Sinajit. Mali i Sinajit është duket teolog në ndihmo, kush e din,
unë sa e di është mali ku Musa a.s. ka qenë bashkëbisedim me Zotin, takim, por duket se është nga vendi i Palestinës, nëse s'ka boj. Kush e din ma mirë se kom haru. E kom pas mësu këto ma heret me drise. Dhe po bon be Zoti në malin e Sinait. Vazhdon mandej. Thot, pastaj thot kështu, me të vërtet na e krijuam njeriun në formën e përkryer. Pra Zoti bash isha te një fizioterapeut pak për një kam, po më shkon pak si shtremt, po më përkehet pa dashje s'pe kam kontrol, edhe ajo thash, a ka gjasa doktor, thash me qenë ateista, mos me besu Zotin. Tha, nuk është e mundur, tha. Vetëm anatominë e trupit, kush e studion, çush i ka kriju Zoti, se ajo fizioterapeute, ajo vajza i shkon, edhe më bani masazh, tha, vetëm trupin e muskujve, anatominë e trupit, çush e ka kriju Zoti, formën e muskujve, damart, e ishnat, cent, vetëm këto, tha, kur e kemi mësu, s'ka gjasa, s'ka krijues tjetër që mundet me kriju përveç Zotit. Prandaj shikoni çka thot Zoti. Me të vërtet ne njeriun e krijuam në trajtën më të përsosur, më të bukur, më të përkryer. Pastaj quam atë kur ai nuk beson në trajtën e vet, që ka kriju në formën e vet Zoti, njeriu nuk beson, atëherë Zoti thot urno, dhe e quam atë në një gjendje më t'ullët, se kafsha, si kafshë o ba. Dhe pastaj thot, përveç atyre, nuk i dërgojmë në të bëhen, nuk i qojmë të bëhen si kafsh. Pra i mbron Zoti, thot, mo i gbal, mos shko hundën me prek, mos shko bust mi bo si zhaba, si bretkosave, mos e unë ty të kom kriju si njeri, jo si kafsh. Dhe kur krijohet, ai thot, kur qon në gjendjen matullet, pra si të kafshës, bile dhe kafsh, mi thonë gjëna, përveç atyre, thot, që besojnë, bëjnë vepra të mira, ata do të kenë shpërblime të pandërprera. Gjithmonë, do më thënë, kur e merë ti një grue për moral, nuk e merë për bukuri, nuk e merë mu martu me një grue për shkak pasuris, po për shkak moralit, a i thot Zoti gjithmonë ka me shpërbly, thot, asa ato kanë bo veprat mira, me vetën e vetë, me burin, me familjen, me shoshnin, ata do të kenë shpërblime të pandërprera. Aleikum selam Daud, të lumt, a ki kohë një leze, faleminderit. Lumët. Dhe shiko, atëherë, çfarë të shtyn ty, o njeri që ta mohosh ditën e kiametit? Sepse njerëzit që e mohojnë ditën e kiametit, ata edhe nuk besojnë në botën tjetër. E për mu kanë musliman, janë 3 kushte, si me thënë brumi, bazamenti, temeli, i islamit, i ka 3 kushte kryesore. Kushti numër 1 është me besu Zotin, e dyta me besu botën tjetër, dhe e treta me i besu profetëve, që profetët janë të dërguarit e Zotit, lajmëtarët e Zotit, pejgamberët janë lajmëtarët e Zotit, të cilët na shpjegojnë fjalën e Zotit. Prandaj thot, o njerëz, po çka po të shtyn ty me mohu ditën e kiametit? A nuk është Allahu gjykatësi më i drejtë? E pse njerëzit i shtyn mos me besu në botën tjetër? Sepse ata ja bojnë vetit qefin. Mande edhe thonë, jo be, çfarë bre, nuk ka as nata e vorrit, leni bre këta pallavra, a qa thot pejgamberi? Ai i cili nuk e beson natën e vorrit që ka me hinë qatë grop, edhe ka me u gjyku shpirti ti. Numër 1, natën e varrit, a i thot as nuk është musliman, mos ta numëron vetin musliman. Por këta që janë mëkatar, këta që thot unë e besoj mjaft, i besoj unë e Zotit mjaft, ose hiç nuk i beson Zotit,
Atëherë këta që janë mëkatar, këta ja bëjnë qefin njëri tjetrit, i thënë, jo mëre çfarë nata e vorrit, këto janë pralla. Për atë arsye, na që i besojmë natës varrit, i besojmë botës tjetër, atëherë na jemi të tërhekur nga mëkatet, nuk bëjmë mëkate. Po ka dhe prej tyre që bëjnë, për shembull janë musliman, po katastrofë, shajnë, fyen, fjalë poshtruese, bëjnë punë të këqija, nuk e dëgjoj për buzin fjalën e Zotit, e pinë alkoolin, Zoti ka thënë mos, është punë e shejtanit, nuk është punë e jemja, punë e jemja është ta kun kriju rrushin, jo ti alkoolin për mu dehe dhe me dal prej vetes, mu bë mazi se kafsha. Prandaj, këta të cilët i mohojnë fjalën e Zotit, këta ja bëjnë qefin njëri tjetrit, jo se s'ka botë tjetër. Madje edhe të krishterët e besojnë botën tjetër. Prandaj janë njerëz të mirë dhe nuk bëjnë gjëra të këqija sepse e dinë që nëse s'ka arrit mu gjyku në këtë botë, ka me u gjyku në botën tjetër. Por patjetër se bumerang është jeta dhe edhe në këtë botë kanë me u gjyku. Bumerang, a keni pa kur të shkon me një maje të malit, edhe ti vërtet e ho, i thojnë asaj, ajo vjen zoni, rrotullohet këtë maleve dhe të vjen prap të veshë jo. Edhe jeta, çka ke bo keq, pa të kthy keq në këtë dynja, s'ki me shku në botën tjetër. Madje lutë Zotin me të kthy në këtë dynja, bare pastrohesh për mëkateve, e shkon në botën tjetër pak ma mirë, pak ma pastër. Prandaj të dashur miq, mos i besoni atyre që thonë jo, nuk ka botë tjetër. Vetëm vdekjen ti kur ta sheh edhe nuk hapët dera, nuk lujnë as perdet, edhe veç në një maç me qëllu aty i kupton i nuhat ato shpirtat ka lëvizin, si engjujt, si shejtani, si kret, i kupton maca në shtëpi, kur është një maç kur e ke në shtëpi, ajo i kupton të gjitha lëvizjet. Përbes mu më ka ndodhur një natë, zakonisht maca jonë nuk flen te krevati, po flen te kom të krevatit, najherë. Edhe unë rash me flejt, edhe zakonisht kur bi me flejt kam qef me marr abdes edhe me ra me flejt. Se thojnë me bo me vdek me abdes, kur të merr xhumi, me bo me vdek me abdes e ki si deregjën e shehidit. Edhe qatë natë kishëm haru me marr abdes, edhe mbesoni maca vetëm kështu. Veç kështu e hulumtonte, që aty te kom të mija, veç e hulumtonte, këshyrke si po shet diçka. Derisa unë e thasha, udhu billahi minash shejtani rrajim, edhe maca u qetësu. Aleikum selam Elzana. Ti kur do të vdesësh, drejten xhehenem. Alban gashti, ani bre vlla, kënaqu ti si të kënaqesh, mua mjafton. Halal të koft, ama kërko pendim prej Zotit. Flia me porosi, qaq muslimane e dëshosh, ti ke haru me marr abdes. Flia edhe disa herë ti ke ofendu, kështu që une ty kom gabu që të kom bë follow, tash po ta bëj edhe mute, po edhe blok. Edhe bëni ma me halal ato flia, se Zoti ka me ta largu rahmetin prej kokës tënde. Edhe kujdesa mos po të ndodh ndaj sende keqe, edhe të kujtohem une, sepse Zoti ka thënë ata të cilët fyejnë, shajnë, poshtrojnë, Allahi e largon rahmetin. Ajde flia me porosi, shko ku e ki vendin. Edhe mute, edhe blok e ki. Ora, edhe 10 minuta. E kërkoj falje, bën një report bash, du të mja bën qasaj flijes me porosi report.
Kërkoj falje se kom falje atësin e veç edhe 10 minuta kom ku. Okej, natën e mirë, hajde zoti ju gëzoft, mos harroni po ma një follow